Është përdu me bo një krahasim çka është gruaja edhe lavirja. Kur ka njeri kontakt me gruën edhe me një lavire, çka dallimi të burri? Edhe gruën e don, edhe laviren e don. Në atë moment kur vjen afrimi i burrit edhe gruas, edhe pse është ndoshta po them qafire, është lloj, është fejas tjetër, është kombit tjetër, e kulturës tjetër, e një popullit krejtësisht tjetër. Mirë, po në atë moment çka bën njeriu? E përqafon, e përgdhel, e don. Momentin kur e krin ai aktin, e merr inati ata, më herë, jam shon një shkelëm, hik mori tani se u mashtrova me ti edhe bon. Te gruaja çka është dëshira? Me odde, dashurinë e mbjell Allahu këtu në momentin, sepse instinkti i jot ngran që ti ta dush ata, ta përgdhelësh, ta përqafosh. Wa rahme, ama edhe te gruaja me martesë Allahu mbjell mëshirë. Si mbjell mëshirë? Është një vajzë dikon ti i e për shembull i Tetovës. Është një vajzë e Kumanovës. Edhe thu, a be filan vajzë se kish ndodh një problem, e reja kish qenë 20 veçare, kish rapi ndërtese, e kish thi kamën, kish bon ndeshje, e mundesh me thonë ti gjunave çka i pa ndodh. Apo ti jet ndodh një diçka, edhe thot a gjenë në gjë lajme një gjallë nga Tetova, rëshqiti me skije në shapke dhe urzu e thaj kamën, ishte vraj, ishte mbyt në vend. Ku me pigjenahit, aja femën mund me thonë, djaliri, shkoj prej kësaj dënjaje. A nin diçka dhimbja e zemër shumë pak. Nëse ti vetëm fejohesh me atë, Allahu këto atëherë e shton mëshirën mes burrit edhe gruas. Jo që vetëm e përqafon gruan, jo vetëm që e përkthel gruan, po ti nëse nin që një fjalë me ia thon dikush të ranë asaj, ti del bambela. Nëse ti ndodh diçka, një therr me të hin gisht, gruas i dhem. Pse i dhimbësh. Edhe gruas nëse i ndodh diçka, pak gruaja smut, na trit, sidomos generata jon pak më shumë, gruaja krija diçka më shpejt, ndihmën shpejt me shku te doktori sa më shpejt. Bojmë hujum më një herë. Burri është pak thot krija po më dham kam pak temperaturë, gruaja gjithë natën rrin te krija. Apo do çaj, apo do liksia, ta lagi një peshkira, ta baj këtë, ta bini hap, çka ki nevojë, të pyet tan kohën. Pse të pyet aq shumë interesohet për ti, kurse deri gjë ka qenë dikush krejtësisht tjetër, interesohet se Allahu në këta ka mbjell mëshirë. Inna fi dhalike le ayatin li qaumin yatafakkarun. Këto punë i kuptojmë vetëm se ata njerëzit të cilët janë të mençur, ata njerëzit të cilët logjikojnë. Pra Allahu me martesë shtin dashuri mes burrit edhe gruas. Me martesë, me nikah, Allahu i ban që të dojnë njëri tjetrin, të dhimbën nga njëri tjetrit, kështu që formohet që burrët, edhe pse janë më një grad, pse janë pak më të fortë se grad, Allahu i lëshon mëshirë edhe a keni pa njëri gruan e ka të shtëpia, kur nuk jam shon me shpull gruas. Pse? I dhimbët. Sa ta motë dorë me gruas, apo i dhimbët. Pse Allahu ka lëshuar mëshirë. Mos paskon mëshira Allahut, gratë do të shndruan në formën e kafshëve. Sikur kafshët i rren, pak i sert tani kafsh, i mshon. Edhe gruas, njerëzit i rren, po pse nuk i rren? Se Allahu ka lëshuar mëshirë në këtë moment.